تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatet dhe selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ende jemi duke shpjeguar në shejat e vogla të kiametit, edhe prej fitnave dhe belave më të mëdha që kanë pasur muslimanët para neve, të cilët kanë qenë një prej fitnave më të mëdha u kon edhe fjala rreth Kur'anit, se a është fjala e Allahut subhanahu wa taala apo Kur'ani është i krijuar. Kjo lloj fitne ka ardhur në kohën e Abasidëve, kur Abasidët e kanë pasur pushtetin, edhe kanë pasur hilafetin, drejtimin e muslimanëve në atë kohë, edhe del fitnja se Kur'ani është i krijuar dhe nuk është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa kjo ka ndodhur gjatë kohës ku halifi i muslimanëve, edhe kryetari i Abasidëve u kon Muni i asaj kohe, edhe u kon një prej atyre i cili më shumë i ka dhënë kësaj fjale, edhe më shumë e ka ndjesë këtë fitnë dhe i ka dhënë një shtyqje të mëdha kësaj fitne, e që del fitnja edhe i kap shumicën e muslimanëve. Një prej belave më të mëdha që ndoshta ju ka ndodhur muslimanëve është edhe kjo fitnë të cilë ju ka ndodhur atyre, ku kanë filluar muslimanët me u nda në grupe të ndryshme, edhe me u përsha me një përçarje mjaft madhe. Këti mendimi kanë shkuar për grupacioneve devijume, kanë shkuar xehmit, edhe kanë shkuar mu'tazilit, duke e përkrahur këtë mendim, edhe duke u mundu me argumentue me Kur'an se Kur'ani është i krijuar na'udhu billah. Prandaj, për fitnën më të madhe që është konë në këtë kohë, është konë në kohën e imamit sunnetit, Imam Ahmedit, të cilën ngjarjen të cilit ndoshta e dini vetëm se e dini ju të gjithë, ku fitnën më të madhe që e ka pas ai me burg, torturën më të madhe që e ka pas prej asaj kohë, për ushtarët të asaj kohe, ka qenë vetëm se Imam Ahmedi asnjëherë nuk ka pranuar me thonë se Kur'ani është i krijuar, por se Kur'ani është vetëm se fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ngjarja e tillë është më interesante që tregohet në ditën kur del Imam Ahmedi para kadijes asaj kohe për me u xhiku, edhe për me debatu me mu'tazilitë asaj kohe rreth Kur'anit se është i krijuar apo është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ajo se çka është më interesante është se një numër i madh i talebeve, i nxënësave të dijes janë kon jashtë burgut. Jashtë asaj kaloje duke e prit me lapsa në dorë, duke e prit me fletore në dorë Imam Ahmedin se çka po thot Imam Ahmedi. Pse ka qenë kaq e rëndësishme fjala e Imam Ahmedit në atë kohë? Për shkak se e kanë ditë të gjithë për diturinë e tina. E kanë ditë të gjithë për edebin e tina. E kanë ditë këtë ata për burrnin që ka pasur Imam Ahmedi, edhe e kanë ditë këtë ata se ky nuk fol diçka tjetër përveç asaj se çka e ka thonë Allahu subhanahu wa taala, edhe përveç asaj se çka e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përkundër asaj torturës të cilën ai ka pas, përkundër asaj torturës të cilës ai ka qëndruar. Ndoshta vetëm një fjalë të cilën ai ta kishte thonë, edhe kishte mujt me arsyetu ato se ka pas dhunë, edhe e ka thonë këtë fjalë. Edhe muna me arsyetu se pej dhunës ju ka leju atina edhe me thonë atë fjallë që e ka kërkue halifja se kohë. Por se nëse Imam Ahmedi do të thënë të se, për shkak i krahit që janë të ma bukta, për shkak dhunës që janë të ma bukta, mua më lejo tash me thonë se Kur'ani është fjallë e krijuar, është i krijuar, atëherë sot na të gjithë kishmi me e ditën këtu se Kur'ani është i krijuar e nuk është fjallë e Allah subhanahu wa taala. Por se shkak qëndrueshmërisë Imam Ahmedit, dhe shkak burrnisë tina në atë kohë përballë mu'tazilive, përballë debatit me mu'tazilitë, edhe përballë halifës me Munit asaj kohe, Imam Ahmedi qëndron në ato se Kurani nuk është kurrë që vetëm se fjalë e Allahut subhanahu wa taala e zbritur përmes melekut Xhibril te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përmes cilit na
sot bëjmë ibadet, përmes cilit na sot e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, përmes cilit na sot e folmi namazin për Allahun subhanahu wa taala. Do të thotë kur ata talebe, ata nxënësa dietën ku të pyet Imam Ahmedin se çka po thot. Fjalën të cilën po e thot ky, thotë Imam Ahmedi se nuk ka kurrë tjetër vetëm se Kurani është fjala e Allahut, edhe sot të gjithë na këtu e dinë se Kurani është vetëm fjala e Allahut subhanahu wa taala, edhe çka kujtojmë, e kujtojmë vetëm çdorshmërinë e Imam Ahmedit të cilën e ka pas ai, edhe e kujtojnë atë se me çka ka qëndruar edhe me çka ka fol ai. Do thotë ka fol me asgjë tjetër vetëm se me atë se çka e pas ka zbritur Allahu edhe atë se çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë gjë, vetëm se na ka lajmëruar neve vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thotë se bishtaraki hadhihi al-umma kama iftarakat al-umam qablaha. Plot se ky ummet, populli jam vetëm se ka munduar në shumë grupacione, vetëm se ka munduar në grupe të ndryshme, njëjtë sikur se janë nda edhe popujt e tjerë që më herët se na. Njëjtë sikur se janë nda popujt e tjerë janë kohë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëjtë ka thënë sa ka munduar edhe ummeti jam. Në hadithin e tij thotë se iftarakat al-yahud ala 71 firqa. Thotë se janë përço edhe janë nda jehudit në 71 ose 72 grupe tyre. Po ashtu thot i wastarakat an-nasara ala 71 aw 72 firqa, thot njëjtë edhe krishterët, edhe katolikët janë ndarë në 71 apo 72 grupe, po thotë wa taftariku ummati ala 73 firqa. Thot edhe ka më përsho ummeti jam, ka më nda ummeti jam në 73 grupacione, ku 72 prej tyre janë në zjarr, edhe një prej këtij ummeti, një grup e këtij ummeti vetëm se do të vazhdojnë të qëndrojnë në fenë Allahu subhanahu wa taala, e që kjo do të bëhet shkak që ata me qenë banor të xhenit. Prandaj në hadithin ku e transmeton vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon ngjarja ku Amir Abdullah bin Luhej një herë thotë se kesh duke shku rrugës për haxh, me Muavin radhiyallahu anhu, thotë se na vetëm se pasi që kena rrinë Mekë, pasi që kena hinë Mekë, edhe na ka kujtuar thot hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë se ata të cilët i thahet e dy librave, jehudit edhe krishterë, vetëm se kanë vazhduar ata me undo popujt e tyre në 71 apo 72 grupe, edhe se ky ummet ka paralajmëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ka munduar në 73 grupe, çka do të thotë? Thotë se këta vetëm se kanë munduar duke i ndjekur efshet e tyre apo duke vazhduar duke bërë tregti me fenë Allahu subhanahu wa taala, por se tregti jo e cila të afron te Allahu, por tregti e cila të largon prej rrugës Allahu subhanahu wa taala, edhe këta kanë vazhduar për me deviju për kësaj rrugë, derisa 72 prej tyre do të jenë prej banorëve të zjarrit, e një prej këtij grupi do të jetë prej banorëve të xhenit. Prandaj i thot Muavija, thot wallahi, thot o ju banorët e Mekës, o ju arabë të cilët të gjithë e dini vetëm se e dini këtë hadith, atëherë mos vazhdoni që me ndjek epshet e juve, mos vazhdoni që me vazhdu me luftu këtë fe me diçka tjetër, por se vazhdoni vetëm se të kapni për këtë, edhe e kap Kur'anin dhe tregon, vazhdoni të qëndroni me këtë, me Kur'anin, fjalën e Allahut subhanahu wa taala, edhe me atë se çka na kalon neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për hadithet e tina. Tjetër që ka ndodhur edhe që ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shenjat e kiametit, e tilla për shenjave të vogla, e tash jemi vetëm se në fazën për shenjat e tilla vetëm se kanë ndodhur përpara, jo në ato të cilat janë duke ndodhur, thotë se vetëm se itibau sunan al-umam al-madiyah, thotë se kanë vazhduar njerëzit për me i praktikuar edhe për me i ndjekën traditat e popujve të mëherë. Thotë njerëz prej ummetit tëm, njerëz prej muslimanëve kanë vazhduar me i ndjekën traditat e popujve të tjerë që janë para neve. Një prej thënieve e cila është shumë interesante që e ka thënë një prej dietarëve bashkëkohor, ku thotë se çdo popull i cili ka ardhur para neve e ka pas nga një xahiliet vetë. Çdo popull që ka ardhur ka pas nga një prapëtori vetëm, nga një ignorancë vetëm, nga një gjënat të cilat ata e kanë bërë. Por se populli, koha në të cilin jena na, thot i kena mbledh këtë xahilietit e këtë popullve që janë para neve, pej njërit parë e deri tash, edhe jena duke i vepruar të njëjtën kohë. Nëse populli i lutit e kanë pasur fitën xahilietin e homoseksualizmit, apo e kanë pasur populli i Nuhit për me vazhdu me idhuj, apo çdo gjë të cilën e kanë pasur popullit më herët, të njëjtën gjë e kena na sot krejt prezente në kohën tonë.
Krejt ato gjahilite nëse vazhdon edhe merr, edhe lexon historinë prej Ademit alayhis salam deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kime pa se çdo popull e ka pas një defekt ose nga një shkak për të cilin janë dënuar ata. Askush prej popujve të cilin Allahu subhanahu i ka dënuar më herë nuk i ka dënuar për diçka tjetër, vetëm për një gjë të cilin ata kanë pasur ose për një shkak të cilin ata kanë pasur. Edhe nëse e shek kohën të cilin janë duke jetuar na. Ummeti jon të cilin jemi na, vetëm se i kena mbledh kit këtu edhe i kena duke i vepruar tash na. Të gjitha ato i sheh prezente në kohën të cilin jemi duke jetuar, Allahu na ruaj për çdo fitnë. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se la takumu sa'atu hatta ta'khudhu ummati ya'khudhu al-qurun qablaha shibran bi shibr. Thot se nuk ka me ndodh kiameti. Nuk ka me ardhur dita e gjykimit përderisa njerëz prej popullit tem kanë ushtuar dhe me i ndjek popujt e mëherët hap pas hapi. Thot kanë me i ndjek çdo sen që kanë bota hap pas hapi. Thot fakile ja Rasulullah, kafaris wa rruf, thot ja Rasulullah, o dërguari i Allahut, sikur ata të farisit të Persis edhe të Rumit, thot wa minan nasi illa ulai. Thot e kush për njerëz përveç tyre. Do sa në hadith tjetër, në transmetim tjetër thot ja Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, thot a ki fjalën për Jahudit edhe krishterët, çdo sen që e kanë bëu Jahudit, edhe çdo sen që e kanë vepruar krishterët, kena me vepruar edhe na, thot e femen, thot e kush tjetër. E kush tjetër për njerëzve. Kush tjetër për njerëzve na kena me pasu edhe kena me fillu me i bë traditat e tyre për popull që janë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pas tjetër popull para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përveç se Jahudit edhe të krishterët. Çdo traditë që kanë pas ata, çdo gjahiliet të cilën kanë pas ata, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me pas njerëz prej ummetit tëm që kanë me vazhduar dhe me i ndjek ta hap pas hapi çdo sen që kanë me bëu ata. Andaj thot Alem sallallahu alaihi wasallam thot na ka bën nive me ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çdo bidat të cilën kanë pas popujt më herët, çdo epsh të cilën kanë pas popujt më herët, edhe në çdo gjinah të cilën kanë rrah ata, po çdo shirk, çdo fjalë, çdo kufër të cilën kanë rrah ata, vetëm se kanë me vazhduar njerëz prej popullit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me i bë të njëjtat ata, sikur se me i pas ata para syve, edhe ata me ecë këtu, edhe na me shku me ecën mas tyre. Një e përshkruajnë autorin e këtij libri thotë se e ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo traditë mënyrën e metodën e se çysh e kanë bëu ata, kanë me pas njerëz prej ummetit pejgamberit që kanë me bëu ato bashkë metodën e njëjtë. A bashkë atë që e kanë bëu ata, bashkë atë që e kanë bëu ata. Bashkë atë gjëna që e kanë bëu ata, bashkë atë gjëna që e kanë bëu ata. Të thënë të cilat ne i dëgjojmë sot në popullin tonë. Trazirat ose çdo sen, çdo shturje të cilën na e dëgjojmë sot, në kohën tonë nuk ka diçka e re. Nuk është diçka e re e cila nuk ka ndodhur më herët. Vetëm se kjo ka ekzistuar tek popujt më herët, por se na shejtani e ka bëu të prezente tek na sot, edhe na jena duke vazhduar duke ndjek ato, edhe duke vepruar hap pas hapi. Sa që në hadithin tjetër ku e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se kanë vazhduar njerëz prej popullit tëm me ndjekën popujt e mëhershëm të cilën kon por çdo sa të cilën kanë bëu ata. Hap pas hapi, sa që thot edhe në birën e xhapin ku hen aty, thot edhe aty kanë me munu me hi ata, vetëm me i pasu ata. Thot, a ki fjallë dërguar për krishterët dhe jahudit, thot, nuk ka tjetër kush prej njerëzve të cilë ju keni me pasu, përveç krishterëve, apo përveç jahudive, Allahu na ruaj për çdo devijimi. Prandaj thot Imam Nevaviu se ku e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hap pas hapi, do të thotë se mënyra edhe metoda është e njëjta sikur se e kanë bëu jahudit, edhe sikur se e kanë bëu të krishterët, kanë vazhduar njerëzit edhe me bëu deri në ditën kur do Allahu subhanahu taala edhe me ngrit kiametin edhe me bëu kiametin edhe kur dolin para Allahu subhanahu taala. Hadha fitan laysa laha hasrun wa fitnatun nisa. Thot njëjta është edhe me ato e cila ndodh edhe me fitnën e grave e cila e kanë pas më herët, apo fitnën e pasurisë që kanë pas më herët, apo dëshira për me shkuar pas epsheve që e kanë pas popujt më herët, apo dëshira për me u kon udhëheqës ose për me dosh udhëhecinë të cilën e kanë pas popujt më herët, apo e njëjta çdo sa të cilën e kanë dosh ata, vetëm se kanë pas muslimanëve të cilën kanë me shku pas tyre. A nuk kena na sot kohën tonë muslimanë të cilën e dojnë që ata më kon udhëheca? A nuk kena na muslimanë që dojnë më kon udhëhec të ndonjë grupi që me mbizotrupi mbi grupe tjera? A nuk kena na sot muslimanë të cilët janë pasionuar vetëm për me ngrumbullu pasuri? Vetëm për me bë pasuni? A nuk kena na sot mesin tonë për muslimanëve të cilët janë pasionuar veç llaf, nuk bojnë llaf tjetër vetëm se llafin e grave?
A nuk kena me thot me musliman të cilët nuk lojnë pa e bu, ose dëshitin pa e bu vetëm se kanë me bu ata dhe kanë me morë pjesë në ato sene, a nuk kena thot për muslimanëve që edhe pse e din se një vepër për bidatit, vetëm se ka me bu për shkak se është një dobi aty, a s'ka thot për muslimanëve të cilët e din se një vepër është e shirkut ose një vepër është e kufrit, edhe kanë me vazhdu me thirrë ta edhe me vepru atë vepër për shkak se koha është ashtu. Rrethanat janë të u bërë ashtu, tash na muslimanët duhet të bëjnë pak më i mëshëm, muslimanët duhet pak më civilizuar, duhet pak më avancu, përderisa i jetë veç edhe një fjalë në fund se edhe që të Kur'an ndoshta duhet pak më avancu në udhëbillah. Në udhëbillah. Sepse njëtë kanë bërë krishterët më herët. Krishterët Biblën të cilën kanë pas ata, librin të cilën kanë pas ata, kur kanë vazhduar me ndryshu pak me vështirësu koha atyre, kanë thonë ndoshta duhet pak më bëdo reforma që në Biblën tonë. Edhe sot i kije 4 Biblat kryesore, përse historia tregon se janë dikon rreth 360 Bibla të cilët i kanë krishterët. Çdo grup e ka Biblën e vet. Çdo grup e ka Biblën e vet. E njëjta vetëm se vazhdon me u praktikuar sot, vetëm se Allah subhanahu wa taala e ka marrë Kur'anin për mbrojtje tek vetja e tina, edhe nuk lën dorë e njerit me prej këto për me ndryshu çka për Kur'anit, sepse ndoshta kish me pas pe njerëz në udhë billah, e kërkon fal për Allah subhanahu për kësaj të cilën e themi, por se ndoshta kish me pas pe njerëz të koha të cilën janë të jetu tash. Njerëz të cilët i kena për rreth, ndoshta Kur'ani pak me bë pak reforma, pak me civilizu se modernizmin aty jetu tash në udhë billah. Prandaj hadithin të cilën e ka përmendur vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk përshtohet me asnjë kohë tjetër, vetëm se me kohën të cilën janë duke jetuar se nuk ka menduar kiameti. Nuk ka marrë dita e gjykimit përderisa njerëz prej popullit tën kanë vazhduar me i njëkën popujt e mëhershëm hap pas hapi të cilën çdo stan që e kanë bërë ata me vepruar na Allahu na ruaj prej kësaj. Prandaj prej asaj për fetën më të mëdha që e kanë postu popujt më herët edhe ka me ndodhë këtë deri në ditën e gjykimit, ka me pas njerëz të cilën edhe kanë me thirrën veten e tyre se ata janë të dërguar, ose atyre ju ka orë shpallja, ose ata janë vetë pejgamber. Kjo është me runa e cila i ka ndodhur minëra pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj khurujul kadhabin alladhina yad'una an-nubuwwa, thot dalja e njerëzve të cilët rrejnë, të cilët gënjejnë se atyre po ju vjen ndonjë shpallje dhe se ata po kanë shpallje prej Allah subhanahu wa taala, kjo vetëm se ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith la takumu sa'atu hatta yub'athu ad-dajjalun kadhabun qaribun min al-thalathin. Thot nuk ka menduar dita e gjykimit përderisa kanë me dalën njerëz mashtrues, rranta për dikun 30 mashtrues, apo 30 rranta, apo 30 dajjalla, edhe me thirrë në veten e tyre se ata janë pejgamber. Edhe dajjalli kur do të del, dajjalli i vërtet kur do të del, ai ka me thonë se unë jam një prej të dërguar për Allah subhanahu wa taala, edhe se mua ka shpallje, edhe ka me vazhdu njerëz me ju bë fitnë dhe me ju bë mashtrime derisa ata vetëm se kanë me besu këto. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith la takumu sa'atu hatta tulhiqu qabailu min ummati bil mushrikin wa hatta ya'budu al awthan. Thot nuk ka menduar dita e kiametit përderisa njerëzit vetëm se kanë me u kthy fisave të cilët ata vetëm se kopi mushrikave. Nuk ka menduar kiameti përderisa njerëz prej ummetit të kanë me u kthy për me i adhuru idhujt. Nuk do të thotë që njëri ndoshta me bu idhull njëjtë pigurit, por se sot një për idhull më të madh që është prezent është idhulli i parës, është idhulli i pasurisë. Pastaj çdo lish tjetër të cilën njerëzit vazhdojnë me adhuru ato, edhe me pasu ato për tagutave ndryshëm, ata e morrin hukmin e dispozitën e atij idhulli. Prandaj hadithi flet çort për kohën të cilën na jemi vetë sa thotë se nuk ka menduar kiameti përderisa njerëz prej ummetit tan kanë me lukthyje për me adhuru idhujt e tyre. Wa inna sayakunu min ummati 30 kadhabun. Por se edhe kanë me prej ummetit tan dikun 30 rraca, 30 mashtrues, kullu yaz'amu annahu nabi, kushdo njëri prej tyre ka me pretenduar se ai është pejgamber, wa ana khatimun nabiyyin, dorsa ju e dini se unë jam vula e pejgamberëve, la nebije badi, edhe nuk ka me pas pejgamber tjetër mas meje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej mrekullitë të cilat i ka pas ai, edhe prej mucizave të cilat i ka pas ai vetë, prej alameteve që ai është i dërguar i Allahut, e ka pasur vulën pejgamberike me spatallave tina. Pse ka pas vulën pejgamberike? Ku e përmend Allah subhanahu wa taala se na nuk kena dërguar ty ndryshe vetëm se si pejgamber, edhe si vulë pejgamberëve të gjithë, sepse nuk ka me pas tjetër pejgamber mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj lindja e pejgamberit alaihi salam u kon për shenjave të para të kiametit.
Pse u kon prej shenjave para kiametit? Se mas tina mos ka pejgamber tjetër. Se pejgamberi alayhis salam Muhamedi alayhis salam u kon vula pejgamberike dhe u kon që mas tina mos ka pas pejgamber. Por se përmend ai se mas vdekjes kanë prej umetit tan kanë me dol dikun 30 dëxhalla, të cilës çdo njëri prej tyre ka me thonë se unë jam i dërguar i Allahut, unë jam pejgamber edhe kam e vazhduar me i thirr njerëzit duke pretenduar vahjin prej Allahut subhanahu wa taala. Wala hadithu fi dhuhur hayla dajjal kathiratun. Thotë hadithet të cilat e transmetojnë edhe tregojnë, edhe argumentojnë për daljen e këtyre dëxhall, vetëm se janë shumë. Prandaj e përmendet në shumë transmetime ndryshme se nuk ka menduar kiameti derisa të dalin 30 dëxhalla prej umetit tëm. Prandaj i pari i cili ka dalë pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin vetëm se edhe kanë armëtuar Musailemetul Kadhab. Apo Musailemetul Ranci, Kadhab është ai i cili vetëm se vazhdon me gëny, edhe vazhdon se edhe me rreshëm, i cili fitnë të cilit e dini ju të gjithë ju, ku ka vazhduar se me pretenduar se atina po i vin ajete prej Allahut subhanahu wa taala, edhe ka vazhduar edhe është munduar që me bë disa prej sureve, të cilat ndoshta atina i kanë zbrit në udhubillah, por se vetëm se kjo u kon një prej fitnave të cilat e kanë pasur në kohën e sahabëve. Pastaj u kon një tjetër i cili e ka pasur emrin Al-Aswad al-Anasi fi Yemenit, u kon një person prej Yemenit i cili ka pretenduar se atina po i vjen shpallë prej Allahut subhanahu wa taala, përderisa ai ka vazhduar këthiri derisa ka pasur për të cilën edhe vetëm se e kanë vrarë për shkak asaj se ai ka pretenduar pejgamberluk. E që nuk i lejohet kjo, dhe kjo është për veprave më shëmtuara, për kufrit më shëmtuar, të cilën mundet me bëni person. Prandaj dalja e dëxhallëve, dalja e njerëzve të cilët kanë pretenduar pejgamberi, vetën e tyre deri sot, deri kur në thotë vetëm se ka vazhduar të jetë, edhe do të thotë edhe vazhdon deri në daljen e dëxhallëve të vërtet. Njerëz të cilët kanë me dalë kanë thonë se unë jam pejgamber, mu mbi shpallje prej anës Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ti ka pas për njerëz të cilët edhe kanë pretenduar se ata janë pejgamber dhe kanë thirrën për me i dashur Ahlul Bejtin, jo për tyre konën edhe Al-Mukhtar bin Ubay al-Thaqafi, ku ka dalë u kon për njerëzit Mekës që ka pretenduar pejgamberllokun, edhe ka thonë se unë jam për Ahlul Bejt. Ahlul Bejt janë ata e për familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thirrur për me i dash ata. Prandaj vëlluhuru fi asl hadith për kohës më të hershme të cilat u kon ose më të vonshme të cilat kanë ndodhur, u kon një person prej Indijës me emrin Mirza Ahmed al-Kadnamiu, i cili ka pretenduar se ai është pejgamber. Më një herë ka dalë me fjalë se ai është Imam Mehdiu, pastaj ka vazhduar dhe me thonë se ai është pejgamber dhe atina po i vin shpallje prej anës Allahut subhanahu wa taala, edhe ka vazhduar edhe ka thonë se unë jam El-Mesih el-Muntadhar, unë jam Isa, i cili është në pritje, edhe se Isa të cilin e mendon ju se ai është gjellaj vetëm se ka vdek atëherë kur e kanë kryqu, dorsa unë jam Isa i vërtetë, edhe ka vazhduar edhe me thirr vetëm si pejgamberi Allahu subhanahu wa taala, derisa edhe të njëjtin këto edhe vetëm se e kanë vrarë. Prandaj wala yazalu khuruju haula kadhabin, nuk ka me ndalën asnjëherë dalja e këtyre njerëzve të cilët kanë pretenduar pejgamberllok. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wa innahu wallahi la takumu sa'atu hatta yukhriju 30 kadhabun akhiruhum al-ur kadhab. Thot nuk ka me ndalë, nuk ka me vazhdu derisa ndodh kiameti, edhe kanë me dalë këta 30 rranca të cilët kanë me pretenduar pejgamberi, e i fundit për këtyre është ai i rranci i verbër i vërteti, e cila është fjala për dëxhallin, sepse ai do ta ketë një sy të fshirë, një sy çor, edhe do të jetë për atyre të cilët kanë me vazhdu edhe një prej fitnave më të mëdha që ka me ndodhur umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na ruaj prej kësaj fitne, është vetë dëxhalli. Pe duave të cilën e ka përsërisë zëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë se Allahumma inni a'udhu bika min fitnati ad-dajjal, o Allah, unë kërkoj mbrojtje prej teje prej fitnës dëxhallit, sepse është prej fitnave më të rënda që ka me ndodhur këtij umeti. Allahu na ruaj prej saj. Ndërsa tjetra që ka përmend vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe intisharul amn, thot edhe përhapja e sigurisë të plotë në tokë. Që ka me pasur, nuk ka me pasur dikush për njerëzve që ka me pas frikë me hez dikon, ose ka me pas toka ka me mbush me siguri plot, ku musatu hatta yasiru rakibu bayna al-iraqi wa Mekka la yakhafu illa dalal tariq. Thot nuk ka me ndodhur kiameti përderisa një person ka me ardhur prej Irakit deri në Mekë, edhe nuk ka me pas frikë prej kërkojna. Kjo vetëm se ka ndodhur në kohën e sahabëve. Kjo shenjë vetëm se ka ndodhur në kohën e sahabëve, kur
musliman kanë vazhdu me i qiru shumë prej vendeve të muslimanëve në atë kohë. Edhe kanë vazhdu me përhapje islamin, edhe kanë vazhdu me i luftu mushrikët, edhe një pjesë të madhe të tokës, vetëm se është përhapje islami, edhe është përhapje drejtësia dhe mëshira Allah subhanahu wa taala. Prandaj ka pas për njerëz të cilët kanë udhëtuar prej Irakit e deri në Mekë, mija kilometra, edhe nuk kanë pas frikë për kërkojna, përveç frikës Allah subhanahu wa taala. Prandaj hadithin e cilin e përmend vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thotë se ka me ardhur një kohë të cilën ka me pas që një grua ka me udhëtuar vet, ndoshta edhe natën deri në Mekë ka me ardhur, edhe nuk ka me pas frikë askën, përveç frikës Allah subhanahu wa taala. Do sa përmend edhe autori se wasa yakunu dhalika fi zamani al-Mahdi wa Isa alayhi salam, do sa thotë kjo shenjë është për atyre shenjë të cilat përsëritet prapë në kohën kur do të jenë Imam Mehdiu, ku donë Allah subhanahu wa taala që e gjithë bota në gjiku me Kur'an, edhe me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ku në atë kohë donë Allah subhanahu wa taala që me e zrit drejtsinë e tij në ato, edhe do Allah subhanahu wa taala që në kohën e Imam Mehdiut, edhe Isa alayhi salam me e zrit mëshirinë e tij në ato që nuk ka me pas njëri frikë më prej askujna, përveç frikës Allah subhanahu wa taala, ka me ec i lirë në rrugë, ka me ec i sigurt në rrugë, saqë e përmendën dietar se aq ka me zbrit mëshira Allah subhanahu wa taala në tokë, edhe saqë përveç njerëzit, edhe krejt gjallësa të tjera ka me i përfshi Allah, ka me i përfshi mëshira Allah subhanahu wa taala, saqë një fëmijë i vogël, vetëm se ka me u afru me lut me kafshë e egra, sikur se lund sot me lodrat e tina. Sikur se lund sot me lodrat e tina, në atë kohë kur do të zbret mëshira Allah subhanahu wa taala, edhe do të zbret drejtësia Allah subhanahu wa taala, ka me u afru një fëmijë i vogël, me lut me kafshë e egra, sikur se lund sot me diçka prej lodrave tina. Për shkak mëshirës Allah subhanahu wa taala që do të zbret në tokë. Tjetër shejt të thënë ka përmend vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është edhe dhuhuru nari al-Hijaz, thot një zjarr i cili ka me u shfaqur në tokën e Hijazit. La takumu sa'a hatta takhruju narun min ard al-Hijaz, thot nuk ka me ndodhur kiameti, nuk ka me ardhur dita e gjykimit përderisa ka me dal një zjarr i madh në tokën e Hijazit, edhe ka me mrrë edhe në tokën atje ka me izdritën edhe tokën e Shamit atje. Do thot një zjarr shumë i madh. Edhe këtë vetëm se ka ndodhur kale në Nawawi, harajat fi zamanina narun bil Medina, thot ka ndodhur kjo në kohën tonë. Në kohën tonë vetëm se ka dalë një zjarr i madh në Medinë në vitin 645 Hijri, thot kanat naran azimatun jiddan, thot edhe ku një zjarr për zjarë më të mëdha të cilën e kena pa ndonjëherë, min jumbil Medinati sharqi wa ra'al Hirra, thot vetëm se ka dalë pe jugit Medinës atje, wa tawatar ilmu biha inda jami' ash-Sham wa sa'ir al-buldan, dhe vetëm se drita e sajna. Drita e atij zjarri vetëm se ka ndrinë në gjithë tokën e Shamit. Të njëjtën e përmend edhe Kurtubi, thot dhuhuru hadhi nar wa afada fi wasfiha fi kitabi at-Tadhkira, thot ka përmend Kurtubi në librin e tij nga at-Tadhkira se ky zjarr vetëm se ka ndodhur në kohën e tyre, ka dalë një zjarr prej tokës Medinës atje, edhe ka mbritur gjithë tokën e Shamit ku drita e sajna, vetëm se ka zbardhur gjithë tokën e Shamit. Por se dalja e një tymit edhe një zjarri e cila është për shenjat mëdha, kjo vetëm se do të ndodh hanez, Allahu na ruaj për sajna. Edhe shenjat e fundit që do ta përmend për sonte është edhe vrasja e turqëve. E përmend turqit, nuk është fjala për Turqinë, është fjala për turqit si racë e verë të cilën janë ata. Por racën e verë, ku e përmend autori thotë se raca e verë është prej djallit për Jafetit, Samit, prej Samit djalit Nuhut alayhis salam, sepse prej fëmijëve të Nuhut alayhis salam vetëm se janë do popujt. Kanë orë zezakë, kanë orë raca e bardhë edhe raca e verë. Prej Samit vetëm se janë raca e verë që janë turqit, kinezët, mogolët edhe gjithë anin nga Azia, janë prej racës verë e që janë pasardhës të Samit birit të Nuhit alayhis salam. Thot la takumu sa'ata hatta yuqatilu al-muslimuna at-turk. Thot nuk ka ndodhur dita e gjykimit përderisa muslimanët do të luftojnë me turqit. Do thot me racën e verë. Ka më wujuha kal mujafat. Ata janë një popull, tash e marrë me verse për cilë turqë dhe për cilin popull është fjala. Ata janë një popull ku fytyrat e tyre vetëm se i kanë të rrafshta, edhe vetëm se vazhdojnë me vesh gjëra prej qinjve, prej leshta, edhe vazhdojnë me u vesh me to, edhe me ecën mbi to.
Edhe thot në hadithin la takumu sa'atu hatta tuqatilu qauman na alihim shar, thot nuk ka ndodhur kiameti përderisa ju të luftoni me një popull që nallët e tyre, sandalët e tyre vetëm se i kanë prej leshit, do thot janë të leshta ato të tëra ata i mafin, hatta tuqatilu turkës sigarën ajun, thot derisa të luftoni me turqit, me racën e vet, të cilët i kanë syt e vogël. Të cilët i kanë syt e vogël. Hadrun vujhu, edhe i kanë fytyrat e kuqe, edhe kanë hundën e gjon, kanë vujhuhum al-majan al-matrak, edhe i kanë fytyrat e tyre sikur drasa të rrafta edhe të vogla. Është fjala këtu mund me na paraqit neve shumë popullve të cilët janë sot, prej kinezëve, ose prej mongolëve, ose prej Turkmenistanit, ose Uzbekistanit, por se është fjala e gjithë ky rreth i Turqisë, atje rreth Turqisë që janë, e që është fjala për rrethën e vet. Min shati sa ato janë tuqatilu qauman iradu al-wujud, thot prej shenjave të kiametit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ju keni me luftu me njerëz të cilët vetëm se i kanë fytyrat e tyre të rrafta, kanë wujuhun al-majan, sikur se me pasën fytyrat e tyre sikur një dras e rraftë. Waqat qatal al-muslimun turmin asl sahabe, thot se sahabët kur kanë vazhduar me përhap islamin deri në Kinë që ka ardhur në transmetime, vetëm se kanë vazhduar me luftuar me këtë popull, ndërsa pastaj ka vazhduar edhe Muavija radhiyallahu me luftuar me këtë popull, edhe kanë vazhduar edhe popujt edhe mas Muavijës e deri më sot vetëm se me luftuar me këtë racën e vet, e që është për racën surrë. Wala Abu Yala an Muavija bin Khudayj qala kuntu inda Muavija, thot vetëm se transmeton Abu Yala se thot jam kunte Muavija. Edhe thot se atina i ka ardhur një transmetim se kur kanë vazhduar me përhapjen e Islamit në këto toka, vetëm se kanë vazhduar edhe me luftu këtyre turk, la tadharun në turk ala arabi hatta tulhika bi manabit al-sheikh wa qaisun, thot se kanë vazhduar njerëzit me luftu me këtë racën e vet, derisa ata kanë me hyrë në tokat arabe, edhe nuk kanë me lënë, janë disa prej bimëve të cilat kanë nisë. Disa prej bimëve të cilat kanë ardhur mirë, nuk kanë me lënë pe këtij populli derisa ti hekin këto bimë, ose ti shkatrojnë këto bimë, do thotë është fjala derisa të bëjnë shkatrim të madh tokë, është për fjalën për këtë racën e vet, apo për kinez, apo për kënd do të cilën na mund me përmend tash me emër. Inna ummati yasuqa qaumun i'radu al-awjah. Thotë se ummeti jam, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë mu përballë me një popull të cilët kanë fytyrat e tyre janë të rrafta edhe trumullata. Sigarul a'yun, thot edhe i kanë syt e vogël. Thot edhe i kanë syt e vogël, kanë wujuhum al-hajab. Edhe këtë e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë fjali e përmend disa herë. E përmend disa herë se me kënd kena me luftuar na, edhe me kënd kanë u përball ummeti tina. Prandaj thot se në mbytyjen e parë apo në luftën e parë vetëm se kanë me fituar musliman. Pastaj në pjesën e dytë, kur në ndodh pjesa e dytë me ta, vetëm se ka me shpëtu një pjesë e këtij populli, ndërsa edhe në pjesën e tretë ku do të bëhet lufta me këta, vetëm se nuk ka me met askush, edhe sherrri i tyre edhe ka me hyje në çdo vend. Edhe thot u turku e turk, thot leni turqin me tarakukun, por nëse ju i leni turqit, nëse leni ju këtë radhë, ata nuk ju lujnë juve. Nëse ti vazhdon me i lënë qetë ata dhe mos me i luftu ata, dije se ata vetëm se kanë vazhduar me luftu islamin, edhe nuk kanë me nalon neve. Thot Ibn Hajeri, thot se bejnë huve bejnë muslimin mes duden, thot mes tyre edhe mes muslimanëve, vetëm se është një muri për derisa ata vazhdojnë, derisa ata qelin këtë shejën ba'de shej, vazhdojnë me hap kadar për kadar. Wa kathra sabi minhum wa tanafusul muluku fihim. Thot edhe ata vetëm se kanë vazhduar edhe me luftu, edhe kur kanë pasur mbretër, edhe udhëheca të ndryshëm, edhe vazhdojnë me luftu islamin me ushtri të mëdha, edhe vazhdojnë me luftu islamin me udhëheca të ndryshme, edhe me bëu sharr, edhe me vazhdu me përmbytën, edhe mos me lënë të kampin muslimanëve në tokë. Për kësaj race vetëm se u konë edhe në kohën i Ibn Taymijës. Raca e tatarëve, populli i tatarëve, apo në libra ndryshme populli i tatarëve e gjenë si populli i mogolëve. Mogolët dhe tatarët janë i njëjti popull. E dina për torturën e madhe të cilën kanë bërë tatarët në kohën e Shekut Ibn Taymijës. Apo historinë të gjithë për një ndoshta kena lexuar nga pak për sherrët e madhe që kanë bërë mogolët deri me ardhmën e Xhingis Khanit. Xhingis Khani u konë kryesori i këtyre mogolëve. Apo i tatarëve, që nuk ka pasur vend
për muslimanëve, po vetë për muslimanëve, vetëm se këta kanë quajtur ushtri dhe kanë vazhduar edhe me bue sherr mall, edhe kanë vazhduar me bue fesot mall aty edhe me bue zjarr të mëdha, lufta të mëdha, edhe mos me lënë njëri gjallë. Për maltretimin më të mëdha që kanë bërë këta, nuk kanë hyrë me luftue njëri me njëri, por se kanë vazhduar edhe me gjujtën zjarre edhe për me i kall njerëz ashtu të gjallë se çish janë kon ata. Tatarët kanë vazhduar, mogët kanë vazhduar me luftue në Turqi edhe në historinë e perandorisë Osmane, atje ku kanë ardhur edhe perandoria osmane ka vazhduar me luftu me tatar, edhe me i marr toka atyre, por se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith se nëse ju i lëni këta pa i luftu, dini se ata nuk kanë me ju lënë juve. Inna bani kontroll awwalu man salaba ummati mulkahum, thot prandaj thot se ka me pas për njerëzve të këtyre popujve që dikur kanë me pranu islamin, dikur vetëm se kanë me hyrë islam, thot edhe nuk kanë me pas islami sukses më shumë vetëm se për këtyre njerëzve të tjerë kanë me pasën. Pse e përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith, e përmend autori thot se për atyre njerëz të tjerë kanë urrëtie të mëdha në islam, edhe pasi që ata ta pranojnë islamin, kanë me pas sukses të madh për hapjen e tij. Ata të tjerë kanë urrëtie të mëdha për këtë fe. Don Allah subhanahu wa taala që më rrotullu zemrat e tyre, edhe këta me pranuar islamin, kanë me pas për hapja e fesë në kohën e tyre, ka me pas suksesin e madh. Një për ngjarjet e cilën e dina gjithna e kena rrotën e Omer ibn Khattabit. Omer ibn Khattabi u komplet atyre që nuk ka dosh me po musliman në sy atë. Nuk ka dosh me lë pejgamberin sallallahu alaihi për hap fenë e tij. Përderisa nikset edhe në shumë ja he kryt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjatë rrugës për me shku ja he kryt pejgamberit alaihi salam, pejgamberi atë u kunto e bu Davetin sheft, u kunto e bu Davetin për shtëpia në sheft. Shkon Omer ibn Khattabi për m'ia hek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjatë rrugës don Allah subhanahu wa taala dhe m'ia zbut zemrën time. Edhe kur shkon te pejgamberi alaihi salam, para se më shkruajnë se i dëgjon disa ajete të motra vet atje, disa ajete pe Kur'an, pe surës Taha, edhe i zbutet zemra edhe kur shkon te pejgamberi alaihi salam, vetëm se ulët edhe thot shahadetin. Edhe prej atij momenti kur e pranon Omer ibn Khattabi islamin edhe bëhet musliman, vetëm se vazhdon me u bë thirrja në islam haptas. Edhe del Omeri në rrugë atje, edhe hap, edhe vazhdon me thirrjen e islam haptas, thot dinë se kush e lufton islamin di se ka punë edhe ka më luftu edhe mua, edhe se unë e kam pranuar islamin edhe vazhdon me thirrjen e islam haptas, edhe në kohën e tij, në kohën e Omer ibn Khattabi sa u i halife e emiri muslimanëve, ka vazhduar me u përhap islamin deri në tokën e Kinës atje, deri në Kinë edhe ka vazhduar me u përhap drejtësia në tokë, edhe që Omer ibn Khattabi u kon një derë mbyllse për çdo fitnë, edhe që nuk kalon dikon për muslimanë për me u përshah, andaj ne lutim Allahun subhanahu wa taala që me na rujtë për çdo fitnë e cila ndodh në kohën tonë, e lutim Allahun subhanahu wa taala që me na rujt imanin tonë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që me na fortun në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun subhanahu wa taala që me na bëj për atyre të cilët çdo herë bëjnë punë të mira edhe i thrasin njerëzit në mirë dhe i largojnë ata nga e keqja. Walhamdulillahi rabbil alamin.